A ka terren Shqipëria që mund ta prodhojë nëse deri sot neve kemi pasur band tramotosur, grup strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale të mund të ofrojë hapësirë, terren për të krijuar një mafie të mundshme. Pra ofron territorin shqiptar duke parë ndikimet si janë ndikuar. Territori shqiptar, Shqipëria është në pozitë ndoshta më të favorshme gjeografike që mund të jetë një shtet në këtë kontinent që ndodhemi ne. Pra, është një rrugë, ka lidhje me detin, ka lidhje me vendet fqinje, kemi një kulturë të përbashkët brenda këtij rajoni dhe kështu që prej këtyre mund të krijohen të gjitha mundësitë që edhe siç është vërtetuar që krimi në fakt gjithnjë është më shpejt se shteti, operon më shpejt dhe kemi pas informacione për lidhje jashtë territorit të Shqipërisë me grupe të ndryshme për vetë specifikat që përmenden, për vetë lidhjet, për vetë njohjen, për vetë kulturën ballkanike, për traditat edhe për tirat. Por a mund të kemi element të mafjes? A mund ta prodhojmë në vijim një organizatë kriminale që ende nuk është goditur, një grup i strukturuar kriminal? Të gjitha mund të ndodhin, po patjetër, pse jo? Por mendoj që është shteti mekanizmi kryesor dhe është ai që lufton mafia. Mekanizmat me të gjithë ato strukturën, me institucionet që janë kryer për të luftuar. Dhe në një shtet të fortë, këto organizata janë totalisht të pafuqishme. E qartë. Mirë. Unë mora mesazhin Beko. Faleminderit Sokol. Më thuaj, pyetja është e një, dua dhe mendimin tënd tani. A mundet që territori shqiptar dhe sistemi që ne kemi ndërtuar të mund të prodhojë ose ta shndërrojë një organizatë kriminale apo një grup të strukturuar kriminal me një mafie të mundshme? Zero. Çfarë e pengon? Shteti. Ka demonstruar shteti që... Po, normal. Sa herë që do është duki. Sa herë që do. Ska grupa aktive për shembull të mundshme që nuk janë goditur ende të mund të vijojnë aktivitetin e tyre? Po jam si ta them unë. Jo nuk flisje dot. Tani ka 2 javë rresht. Visi Pojës nuk është përmendur ndonjëherë me një emision. Zero. Nuk e përmendet dot njëri emrin në logjikën edhe të asaj. Thuaj vetëm poja se e përdorte lideri i opozitës, poja. Po Visi Pojës nuk paradilte. Tani në çdo emision 7 fjalë ke Visi Pojës. Të çdo televizioni. Po si shkuam deri këtu? Vullneti kujt ishte? Vullneti italianëve? Po dëshirua të nënshtronte italianëve, morë burr, italianët mund sjellin pafund, morë burr. Ka një vullnet të brendshëm ajo punë. Peti sa i lumtur ishte Dumani që e kishin lënë më së fundi që të godiste. Hape. Unë pash realisht në intervistë ka një lloj vetkënaqësie për punën që është zhvilluar, sepse është shefi i SPAK dhe për herë të parë e lanë që të bënte atë që donte me bë. Ora nuk të lënë në këtë vend, mos e mendo kështu. Po mirë, thënë kjo që nuk të lënë Sokol, se këtu është pyetja, pra ta shtrova, thënë kjo që nuk të lënë. Ndoshta nuk duan të lënë SPAK-un në vijim për të goditur dhe për të vijuar. A mundet po them që një organizatë apo një grup i strukturuar kriminal, i cili dhe mund të jetë goditur gjysmë, nuk janë kapur krerë, të mund të shndrohet në një mafia të mundshme? Po si mundet vëllazë? Po çfarë pengon pra po them? Kush e pengon? Po shteti po ta them bu shtatere vur. Dhe një herë Sokol po thua që nëse nuk do shteti nuk goditesh. Po mirë, nëse shteti nuk do të goditesh. A mund të vazhdosh ashtu siç ishte poja deri tani? Po jo më lart. Po si mund bëhesh më lart më valla? Po si ti andi bëhesh më lart më valla? O nuk të lë këy në Tiranë valla që do rrish aty brenda Durrësit. Domethënë, mirë pra, se kjo është domethënë kaq nivel, kaq territor. Po brenda Durrësit te lagja jote më vur. Edhe brenda Durrësit, në brenda lagjës state. Se edhe Durrësi është i ndarë dikush në Shkozet, dikush tek plazhi Shkozet, Porto Romano, dikush në Shijak, dikush në Sukth, dikush në Manc. Si që e ke ti më vur? Ti nuk fiton dot midis këtyre pesëve. Ti ke pjesën tënde edhe brenda Durrësit. Ka për të gjithë. Si që kalon ti në port, do kaloj edhe tjetri. E di çdo thot mafia, që në port kalon vetëm ti dhe kur kush tjetër. Kjo nuk ndodh. Që për të ndërtuar në Durrës ndërton vetëm ti dhe kur kush tjetër. Kjo nuk ndodh.
se nuk ka zero shanse. Jemi okej? Ky është përcaktimi se si ekziston dhe nuk mund të ketë mafja. Në mënyrën arkaike si qeveriset Shqipëria, po, ka një. Kryeministri në çdo moment mund të jetë bosi më i madh i çdo gjëje. Me një jepet urdhri, Grumbullon të gjithë. Sipas interesave të çdo kujt në. Pra më thua domethënë në sistem. Jo se ndodh tani, ka ndodhur edhe me Sali Berishën, nuk është se nuk e kemi tipikisht me Ramën, jo, po flasim domethënë që i pari i vendit po themi, që mos ta ngatrojmë me kreun e shtetit me presidentin, pra kryeministri mund të shndrohet. Presidenti le presidentin gjuna. Kryeministri mund të shndrohet në kreun më të madh të mafjas, po themi, vetëm ai mund ta bëjë. Jo të mafjas mund ta themi. Mund ta si do ta themi? Nuk e themi dot në këtë. Unë e thash në mënyrë figurative që nëse mund ai. Domethënë nuk mundet që Shqipëria një vend nuk janë vendet kaq të vogla. Me mundësi për mafjen, duhet të ketë shumë. Atëherë këtu ishte pyetja që thash, mundemi apo jo? Po dhe Shqipëria sikur të ishte me 20 milion banor, nga mënyra se si është ndërtuar popullsia. Nuk është se ka rende siguri Shqipëria, më e ruan fakti që po të bëra diçka keq ti do akmerresh. Dhe kur ti njëri tjetrin. Pa ruan njëri tjetrin, më prandaj nuk ka Shqipëria. Kur filluan gjërat që të vendosen tani, janë grupe më njerëzit. Nuk mund të flasim kurse si. Tani po dëgjojmë prallat e atij budallait Madurës, çfarë ndodh më burr. Kapi burri huaj kishte 60 veta sistem komunist më burr. Në 60 veta 30 venezuelian, 15 meksikan, 15 kolumbian, edhe një shqiptar thot erdhi mafja shqiptare. Po ç'e mafja shqiptare. Nuk shkon logjika. Më thuj një që ke dëgjuar ti që një vend i Bashkimit Evropian mezi po e kërkon, nuk e gjen nga këto prallat që bëjnë gazetarët shqiptarë, mund t'jesh sa dushe se mafja shqiptare, kush e shkreu. Po më gjete kreun, do të riqem nga gjitha fjalët. Kreu i mafjas dihet gjithmonë? Pyetje. Po absolutisht po. Patjetër të dihet. Po normale. Në mos një ka variacionet e mafjas, janë 5, janë 3, janë 5, mund të jenë dhe 12 kubeja. E qartë. Problemi është kur kjo thot të 12 këta vendosin Sokoli nuk preket. Dhe nuk e prek dot njeri. Nuk është kështu ba bjer. Se ka kode. I ke pa dosjet e këtyre tje? I kam parë. I jep dreke e thot këtu e kam, ata vras. Mafja duket kjo ty? Atu duket mafja. Që del atje në prit, thot dhe i çon fjalë atit, mos mor kush ta vrau më burr. Gjyna, të vjen dhe në varrim. Mafja të duket kjo ty? Mafja nuk e bën kurse si. Pa ha, e bën thotë. Jo, po unë e di strukturën, prandaj po të them. Po që nga ky moment vjen në varrim masi të vret, bën dhe sikur qan, pi dhe kafen dhe thot kush e ka vrau më burr. Mafja duket ty? Qartë. Mafja vendos të çon fjalë. E ekzekutohesh. E di si tha general Darakieza, i vun 10 roje. Vajti për të bërë Palermën. I tha, që duhen 10? Një, vetëm të më ndihmoj. Po çam duhen 10? Po jo, tha mafja. Po ka vendosur të më vrasit, do më vrasit. Është e kotë. Ky është që generali, numri 1 i shtetit thot, po ka vendosur të më vrasi, do më vrasi. Prandaj dua vetëm një shoqërus. Se 10 do vras edhe ata në momentin që mafja do vendosi t'i vrasi. Kjo është mafja. Kur ti je prokuror, je drejtori i përgjithshëm i policisë dhe i futesh diçka e duke ditur që po dha urdhër dikush në darkë në shtëpi, ti je i vdekur. Ti dhe kushdo tjetër. Qartë. Kjo është. Faleminderit Sokol. Beku kishte një ndërhyrje? Po. Okej. Se lam të krimi ekonomik. Në fakt, dhe thosha që ne po flasim për këto të ashtu quajturat grupe strukturuara kriminale, duke përmendur emra, po fakt ne nuk po përmendim grupet më të rëndësishme kriminale që janë kompanitë e fuqishme,
korporatat, bankat, cilat janë ato që shkaktojnë domin në vërtet, domin real në shoqërinë tonë, domin jetën tonë. Ato përfitojnë nga taksat, nga tatimet, ato po shkatrojnë natyrën, shkatrojnë mjedisin, po shkatrojnë çdo gjë. Ato që na helmojnë neve për ditë. Ky është grupi strukturuar kriminal dhe mendoj që për këtë duhet punojnë sot më shumë organet e drejtësisë, duke dërguar pa para drejtësisë këta njerëz, sepse këta janë këto kompani të cilat me qëllim fitimi nuk kanë asnjë rregull moral, ligjor, shoqëror, dhe nuk i përmend askush. Janë po këto kompani që shpeshherë dalin me të ashtuquarat grupet kriminale ose grupet e drogës. E ne po flasim shumë për drogën, po tani droga në Shqipëri është duke u bërë diçka legale. Përmendet që droga jep një efekt të dëmshëm në shëndet, nuk duhet marrë në moshat e reja, etj. Ka shumë teori, por ajo që mbizotron është e dëmshme, nuk duhet përdorur. S'duhet konsumuar, thënë thjesht. Dhe s'duhet luftuar. Dhe pretendohet që ta persona këtë kanë si aktivitet kryesor që e shesin në mënyrë të palikshme, të pa autorizuar. Kjo palikshmëri pastaj krijon edhe këtë luftën, pasigurinë, konfliktet e brendshme për problematikat që kanë ata mes tyre, duke degeneruar në vrasje. Janë vrasje që bëhen brenda llojit. Nuk janë vrasje ndaj personave të pafajshëm. Siç janë vrasjet në thonjza që na vijnë neve në jetën tonë të përditshme nga këto grupet e strukturuara kriminale ekonomike, të cilat kanë lidhje në shtet me elemente të caktuara, që ne po shikojmë vazhdimisht, për ditë jemi të shqiptar me ushqimet e helmuara, ushqimet e prishura. Kanë vite shqiptarët që po rinë pas dyreve, si ka qenë ajo shprehja atëherë, kemi patur më pak spitale, kemi patur më pak të sëmurë. Sot është e kundërta, sepse jetojmë në një ambient të helmuar, po kështu me ujin, po kështu me ajrin, ndërtimet. Propozuar që këta janë grupe kriminale? Dhe janë po këta njerëz që në shumë raste dalin të lidhur me grupet më të fuqishme kriminale, sepse interesat e tyre në ndërtim, në zonat preferuara, në zonat të cilat kanë vlerë dhe ka konflikte, dalin vazhdimisht të ndërtues. Dhe askush nuk i prek. Këta janë ata që fitojnë gjithnjë. Këta janë të fundit. Këta janë ata që kanë shkatruar Shqipërinë. Ne i hasim për ditë, duke mbirë një pallat aty para derës, një pallat tu, një pallat aty. Jo vetëm në Tiranë, por pothuajse në çdo zonë, në çdo vend të Shqipërisë që ka interes, që ka vlerë ekonomike. Dhe për folur për shumë prej tyre ka informacione që një pjesë të madhe të ardhurave e marrin pikërisht nga këto grupet kriminale që ne po i përmendim, që ndofta në ato zonat e tyre ka një reputacion të mirë, nuk i bjen në qafë njerëz, nuk i krijojnë shqetësime, nuk i krijojnë probleme. Por kanë problematikat brenda llojit të tyre. Kanë edhe një kod deri aq sa mund të jetë, ka dhe konflikte, edhe janë vrarë mes tyre aty ku janë pushur pazaret, thash, por nuk kanë dëmtuar në mënyrë masive popullatën, në mënyrë të papërgjegjshme kriminale. A mund të një lloj mafia këta? Mafia ndërtimi, siç e thon, si term? Po, kjo është, ta thash, për mua është mafia më e rrezikshme, sepse dëmton gjithë shoqërinë sot. Pra, për përsëris, jo vetëm që vjet abuzon në taksat tona në ndërtimet dhe punët publike në thonjza, që po bëhen, po edhe pse është pjesë e shkatrimit të natyrës të relievit të Shqipërisë pas një kriter. Pavarësisht se ne kemi institucione sot, kemi pafund inspektoriate, problematikat mbeten të njëjta. Ka parashikim ligjore për këta, dhe ne tani po diskutojmë për këto grupe kriminale etj, ndërkohë që këto janë grupet kriminale. Dhe ky është fenomen në gjithë Ballkanin. Vazhdimisht janë përmendur drejtues shtetesh për lidhje me ndërtues me oligark, por edhe për ndonjë grup të strukturuar kriminal. Por nuk është shkuar kur deri aty. Për shembull, ka patur shkrime për ndonjë president shteti për fëmijët e tij, për lidhje me grupe të strukturuara kriminale, dhe pikërisht për ato grupe që është përfolur, për ato grupe janë goditur për të treguar që shteti ban diferencë për tyre. E qartë. Faleminderit Bego. Thuaj, kush nga personazhet që kemi të hetuar, të dënuar, janë në kërkim, do ngjasonte shumë apo kishte tendenca për ndërtuar diçka si Totorina apo Matteo Messina Denaro? Kur kush?
që ata përpiqen t'i ngjajnë. Absolutisht. Ja po të them një formë Totorino nuk mande kur as telefon, asgjë, kishte jetesë të thjesht, jetesë e cila lidhej kryesisht me kopshtin e tij privat, sepse fund e fundit i fshatar, bujk ishte. Dhe i kishte dëshirën e madhe për të qenë i tillë. Nuk kërkonte në luks të madh. Në jetesën e tij ishte i frikshëm për një arsye, sepse nuk i interesonte paraja. Dhe njerëzit të cilëve nuk u intereson paraja, ru prej tyre se janë shumë të frikshëm. Dhe kjo është logjika. Tani, nëse mund ta lidhja, mund të thosha që po Xhevdet Roklini mund t'i afrohet në llojin e tij për një arsye, nuk mban celular, nuk përdor rrjetet sociale që janë sot, nuk përdor asgjë, bën një jetesë normale, nuk ka ndonjë luks të shfrenuar që të dalë dhe ta njohin gjithë, përkundrazi nuk e njeh njeri. Përveç ata që mund të kenë një bisedë me të, jep urdhra verbal sipas dosjes, nuk jep kur urdhra me telefona, me gjëra, me grupime, me lloj logjikës. Por prap, edhe ai te grupi vet. Pra nuk shkon më tutje se ajo që ka. Dhe për mos thënë se mund ta ndillnin për keq pastaj, më thuaj rastin kur krimi ka vendosur që të vrasi njeriu që po heton krimin, edhe po, do të them që po, kjo po. Ndodh. Kërkan, ta zgjedhin një polic aty, nuk është e vështirë gjesh në një polic korruptuar. E marrin, japin ca lek, e respektojnë më shumë se ç'duhet, kështu që nuk mendoj që është në një kaq wow, domethënë në logjikën e gjës. Çdo kush ka mënyrën dhe mendimin e vet, domethënë ky është mendimi im. Nuk mund vi unë asnjë pikë që Shqipëria ka njerëz që kanë bërë shumë para në drogë, absolutisht. Por ka më shumë biznesmen që kanë fituar para në Shqipëri. Fundja fundit të gjithë këta te ai biznesi do shkojnë. Ti lutem, të bëhen të lishëm, të bëhen kështu që ku do shkojnë? Diaspora jonë kriminale ka ndikuar në Shqipëri në forcimin e grupeve kriminale, në shtrirjen e marrëdhënieve. Diaspora diaspora jonë kriminale, elementët, personazhet të ndryshëm që kanë emigruar jashtë Shqipërisë, kanë ndërtuar kontakte me Amerikën Latine, kanë zënë një pjesë territoreve të ndryshme në kontakte, kanë vajtë në Amerikën Latine ka super prodhime, çdo kush mund të shkojë të bëjë partnership. Si e do. E ka forcuar kjo këta personazhe që kanë dhënë shtyse. Unë kam parë njerëz që mendojnë unë kam parë njerëz që mendojnë që shqiptarët kanë Ekuadorin, shqiptarët kanë Kolumbin, Perun, Bolivin, pralla. Në Ekuador vritin 6.000 trafikant në vit droge. 6.000. Di çdo thot 6.000, vetëm trafikant. Njëherë në 2 vjet vritet dhe një shqiptar. Tani ç'është kjo pralla që mafia shqiptare Ekuadorit, shep ku lidhet. Shkojnë më për drogë, dhe e sjellin. Disa vriten në Kolumbi. Pa aftësinë e një vendi për të sulmuar vendasit, sepse janë të korruptuar e tjerë, e lidhin se po vinë shqiptarët. Ku më këta shqiptarët? Mendon vërtet në njëri që vatën 5 shqiptarë në Kolumbi dhe tani po vendosin kush do shesi drogë nga Kolumbia apo nga Ekuadori. Kaq më janë fut në një marrëdhënie biznesi, kanë para, e blen 1 ton, e nisin, paguajnë para, po humbi, paguajnë sërish. Sa dori kanë dhënë këta aktivitetet kriminale në Shqipëri, grupeve dhe organizatave kriminale? Nuk e kuptova pyetjen? Sa dori kanë dhënë këta personazhe që shkojnë në Kolumbi, në Ekuador, në Dubai me aktivitete kriminale, sa dori kanë dhënë krimin shqiptar? Brenda territorit tonë. Po krim shqiptar janë ata. Brenda territorit tonë, Shqipëri plas. Po këtu kanë qef ata burr se duan me u duk.
U e kupton kanë ndonjë shumë, kanë lehtësuar punën, ka arritur fitimin. E di që janë këta trafikantët shqiptarë në Dubai, po dalësh nuk i shef kurkun. Se janë i qazjon. Ore e në vendin më të shtrenjtë të botës. Ku varfri ka 1 miliard euro. Ku ekzistojnë këta në Dubai?